Jemi me Bleron Ajetin. Bleron, faleminderit shumë që je sonte me neve dhe dëgjuesit e Radio Dukagjinit. Është kënaqësina me që jemi bashkë me diskutu një format të thelluar pro formën se si Kosova nuk do të jetë në botronin e radhës. A nisim fillimisht me performancën edhe ato që ke pa në ndeshjen ndaj Turqisë. E kom po një ndeshje e cila faktikisht ka qenë mjaft mire përgatitur. Mirë, po ajo që ka qenë në shprehje, kam qef që me fillim me ju jap fund gjithë aty në zonave që mundet me qenë se ose që kanë qarkullu faktikisht ndeshja ka mujt me qenë jo edhe shumë mire përgatitur, jo edhe shumë profesionalisht, nuk është bërë analiza e mire kundërshtarit. Gjithmonë ka ankesa. Është vërtet këto të gjitha bien poshtë absolutisht për arsye se me kemi po një ndeshje e cila ka qenë mjaft mirë përgatitur, kemi qenë kundërshtar shumë të përafërt, ndonë se për një indikator që për mua është kyç për vlerën e tregut pro, Turqia ka qenë 3 fish më e mirë, ndoshta edhe 4, për shkak se formacioni startues ka qenë aty një krahasim 300 milion me 70 milion. 300 milion me 70 milion ka qenë diferenca. Ky ka qenë dallimi. Po flasim për skuadrat që kanë qenë në fush. Po pikërisht ky ka qenë dallimi këtyre dy 19-shëve, pa lojtarë që kanë qenë startues. Edhe ky dallim ka qenë madh e tregon faktikisht që ka qenë e pamundur me luajt një finale ndaj kësaj skuadre e cila ka qenë tepër e vlefshme, kualitetet individuale në çdo pozicion, një vs një nëse i krahasojmë kështu, ka qenë absolutisht dominant. Ja, e pata portierin Kushtim Ushica më herët, tha pritja e portierit Turqisë është pritje e jetës. Definitivisht po, mirë, po nëse shohim edhe në këtë aspekt, gjitha rastet tona të cilat i kemi kriju, jo, gjitha le të jemi për me qenë konċez ato, ajo goditja Aslanit për shembull, ajo është një veprim individual kështu kryesisht, nuk vjen si veprim i paternit të vazhdueshëm të skuadrës. Të organizuar. Po pikërisht është gjendshmëri fol kualiteteve që i posedon Aslani, edhe kjo tregon pak a shumë performance se si ka shku ndeshja ose se si është prit që me shku ndeshja, pro dominimi, ata kanë luajtur një lojë kompakte, kanë dominuar në raportet e fushës ku ata kanë dashur në pjesën e parë, janë treguar të durueshëm, pro nëse e shohim formacionin e tyre është një formacion 5-1 i qartë si shkon definitivisht me parimet e trajnerit Vincenzo Montella, i cili është një italian edhe fillimisht defanziva e më tënë që mos me pranu golin e pasaj me synu që me shënu, edhe pikërisht ky patern i doli ati i kësaj role për arsye se e shënoi një gol në moment shumë të volitshëm, preventoi të tillat në pjesën e parë, edhe normalisht edhe ndeshja shkoi mirë për të deri në fund. Kjo bëre që edhe të neutralizon krahët e Kosovës, ku ishin le të themi një pjesë e fuqisë tonë ndeshjet e kaluara. Nëse shohim ndeshjen për me analizu taktikisht, ashtu siç mundet me na thonë edhe qoftë video analiza e cila është analizë kualitative, ma kualitative se analiza e të dhënave, mundemi me pas që forma se si Turqia ka vendosur me lujt, ka një ndryshim të jashtëzakonshëm me ndeshjen ndaj Rumanisë. Ka dallu. Dallon shumë dhe bjen sy pra që është e përgatitur definitivisht ndaj Kosovës, ka qenë plan anti-Kosovaj, edhe trajneri Montella pro me atë plan doli i suksesshëm faktikisht, sidomos pas pranimit të golit, arriti që me i bua të ndryshimet me yjet e skuadrës, me i pushu Hakan Çalhanoğlu'n e Yıldız e kështu, edhe me vendosë lojtarë mbrojtës që deri në fund do me i shku kështu rezultatit të sigurt për 1-0 i cili edhe ja garanton të kualifikimin. I kanë dhënë disa prej elementeve për diskutim. Çka na thon grafikat realisht? Po shkojmë një nga një prej atyre që i kanë dhënë. Fillimisht është një grafik kryesore për cilën mendoj që është shumë e rëndësishme, e cila flet për kombinimet më të shpeshta të lojtarëve të Kosovës që i kanë bërë mes vete. Madhësia e pikave në këtë grafik pra tregon se sa të shpeshta kanë qenë kombinimet mes atyre lojtarëve. Kam vrejt për shembull që në ndeshjen e kaluar kombinimet më të shpeshta kanë qenë mes Hajrizit dhe Hajdarit. Është provu progresioni vazhdimisht ndërmjet Hajrizit që të kaloi paterni më pas tek lojtarët të tjerë, Veldin Hoxha ose lojtarët anësor siç mund të ishte Gallapeni.
derisa piksynim në ndeshjen e ndaj Slovakisë kemi pas progresionet nga ana e majt, kjo ka ndryshuar. Ka gallapeni domethënë. Kjo ka ndryshuar dhe kjo ka ardhur kryesisht si shkak i situatave në të cilat Turqia ka apliku high press dhe na ka detyruar që ne të shkojmë në krahun tjetër edhe të ndërtojmë nga krahu i Hajrizit rrjedhimisht me Delovën edhe më pastaj me Mërgem Vojvodën. Në këtë anë kemi pas qarkullimet më të shpeshta, po edhe pse qarkullimet më të shpeshta në fazën e build-up pra të ndërtimit të lojës kanë qenë prej anës së Delovës tek Vojvoda, kombinimet më të shpeshta në fazën ofanzive i kemi mes Gallapenit edhe Muslis. Që do të thotë se gjysma e lartë. Në momentin që kemi dalë në sulm, kemi kërkuar definitivisht krahun tjetër për arsye se nuk kemi qenë mjaftueshëm solid për me ndërtu aksione prej krahut të Vojvodës. Kjo vjen kryesisht për shkak të arsyes themelore që është se Turqia e aplikoi sistemin 3-4-2-1, i cili e dyfishante Vojvodën edhe linte atë pa mundësinë që të vijë në shprehje në zonë. Mirë po, për rastin e Vojvodës kam dëgjuar për shembull një narrative sa thuhet se Zhegrova ka mujt me qenë lojtari startues i cili kish mujt me statu këndishin nga... Me depërtu këto linja. Me depërtu në këto linja. Mirë po, e harruim pasaj gjën kryesore, për arsye se momentin kur e kemi pësu golin, ka qenë vetëm një moment kur Vojvoda nuk arrin të kthehet në kohë, ku humbe topin nga Musia, Vojvoda nuk arrin të kthehet me kohë edhe Lumba Delova i vetëm e ka shumë problem të ndolë depërtimin e Kenan Yıldız. Ka qenë vetëm një moment nga 7 depërtime gjithsej të Kenan Yıldız. Edhe në pikërisht në atë moment pro nuk arrin të kthehet Vojvoda. Edhe vras mendjen se si kish me mujt me qenë në qoftë se Zhegrova do të ishte nga fillimi, edhe në prapavinë e tij nuk do ta kishim një lojtar tjetër defanziv, ashtu siç rrezikuam pastaj u futëm all-in pas momentit pranimit të golit. Edhe në momenti kur ndryshum pra me Zhegrovën pas pranimit të golit, na tregoi se Foda kishte të drejtë, për arsye se nuk po krijojmë diçka më tepër edhe me Zhegrovën në skuadër, për arsye se mbrojtja e Turqisë ishte shumë e ngjeshur në ato momente të lojës. 6 grafika kanë total? Nëse pastaj kemi një me kombinimet më të shpeshta, i cili është një linjë koordinuese, pra kjo. Po flasim pjesa e fushës. Po, cilë lojtarë kombinuan më shpesh me njëri tjetrin, e kemi pro këtu kombinimet më shpeshta kanë qenë mes Dion Gallapenit edhe Florent Muslis, ashtu siç e ceka, ndonse e kishim pa mundur që me Alban Hajdarin të dalim përpara, e kërkonim vazhdimisht suksesin. Pra 11-11 ka qenë kombinimi apo? Kanë qenë 11 kombinime mes këtyre dyre, ose Gallapeni që ka pasu tek Muslia, ose Muslia tek Gallapeni, bashkëveprime mes këtyre dy lojtarëve. Te pjesa e formacioneve te kjo këtu, po besoj ke bo dy kombëtarët apo? Po janë dy kombëtarët dhe çka ndryshuan taktikisht ato gjatë ndeshjes. Mirë po, nëse po shohim formacionet fillimisht, nëse po shohim formacionin këtu, atëherë janë pozicionet mesatare të dyja skuadrave gjatë gjithë ndeshjes. Si kanë qëndruar lojtarët në shumicën e kohës, jo formacioni grafik. Për arsye se kanë poshë gjatë ditës djeshme, sidomos ajo analiza post-match që bëhet, kanë po dallime të shumta se si e interpreton informacionin grafik, paraqitja grafike në fund të fundit ju shërben vetëm mediave për emra ose për me kuptu tifozët emrat që janë, mirë po vendosja aty në fushë është komplet e kundërt, mundet me prodhu diçka tjetër. Edhe kjo po mbon përshtypje se po të ndërprej, po mbon përshtypje për shembull formacioni kombëtarës Turqisë sa shumë ka opsion për me u ndrru, prej 5-4 nishit te 4-3-2-1. Po pikërisht pro kanë qenë shumë ndryshime, ose në minutën 69 për shembull e kemi ndryshimin e por e cili ka qenë 4-3-2-1, ishte numrat në fazën ofanzive, pra e bën atë ndryshimin nga Rumania, dhe në minutën 69 që është dikon 17 minuta pas momentit që e shënojnë, 17 ose 15 minuta pas momentit që e shënojnë golin, e bën ndryshimin e parë, nuk e ndryshon strukturën, mirë po janë ndryshime direkt që i bën tek lojtarët, kurse ndryshimi kokë me kokë janë të pozitave. Po, kokë me kokë të pozicioneve të tyre, kurse ndryshimi i parë që e bën strategjik është në minutën 83.
Në minutën 83 atër vendos të shkojmë me skemën 5-4-1, edhe minutat e mbetur për Kosovën kanë qenë të problematik. Kemi vazhdu pasaj me provu, Kosova provoj edhe me inkuadrimin e 5 sulmuesve, gjë që ishte e pamundur me shënu gol. Për arsye të cilat faktikisht i kemi të ditur ne që shohim futbollin me formacionin. Është shumë problem, për shembull kur i ki se e këtu edhe me sfusha tani kthehet mbrojtje, bën 9 me sa mundën me qenë, po është problem se ngjeshet zona 16 metrash. E përmendëm Vojvodën që ka qenë i asfiksum, domethënë këtë pjesën që nuk ka mujt me kontribu në anën e sulmit e gjona të tilla. Edhe kur e përmendim pro këtë pjesë, është shumë e nevojshme me ditë edhe atë aspektin tjetër që një Vojvodë që nuk ishte i qasshëm në anën ofanzive, do të thotë që ishim me dy lojtarë në mesfush, me Hoxhën edhe me Rexhbeçaj. Në anën tjetër i kishim dy lojtarë sulmues pyk ose që quajmë ashtu target man në konceptin taktik. Lojtarë që kemi synim me dërgu topin te ata për arsye se jemi të sigurt që dërgojnë topin në rrjet. Edhe me këta dy mesfushorë e kemi pas të pamundur me kriju superioritet numerik në mesfush. Në asnjë situatë nuk kemi kriju superioritet numerik. Për arsyen kryesore se Turqia lojtarin që kishte në sulm ishte numri 7, i cili nuk është një target man, është një poacher, lojtar poacher i cili qarkullon mirë me topin, mundet me luajt mirë, po ka një inovatje të jashtëzakonshme për golin, por nuk është sulmues pyk. Ndërkohë prapa e kishte Arda Güler, një mesfushor. Edhe ndërkohë në anën tjetër e kishte Kenan Yıldız. Edhe në momentet që i duhej një lojtar shtesë për me ndërtu në zonën e dytë, build up nga zona e dytë për ndërtim i lojës, Güler me shumë cilësitë e tij që i ka maksimale, domethënë në atë aspektin e teknikës, posedimit topit e gjona të tilla, progresionit, cilësia e pasimit, të rishej mbrapa dhe formon të tënkuar një situatë 3-2, një superioritet i vazhdueshëm numerik, për cilin ka qenë e pamundun që Hoxha ose Rexhbeçaj me ndal, jo për shkak që nuk e kanë dhënë maksimumin nëse diçka tjetër, por është kriju një situatë gjithmonë që kanë qenë me numerikisht kanë qenë më mirë. Numerikisht kanë qenë për herë më mirë, edhe kanë pas një opsion më tepër për pasim, progresioni ka qenë tepër më i lehtë. Që kam boni për shtypje të këto grafika që i ke sjell është të rastet, të XG-a rastet për gol. Interesant. XG e konsideroj si expected goals e konsideroj si një prej pritshmëria e golave realisht po pritshmëria për golat e shënuar e konsideroj si një prej elementeve kryesore në futbollin modern, kualiteti i rasteve të cilat veç i kemi pas, kualiteti normal që është në anën e Turqisë për shkak të kualiteteve individuale të lojtarëve, mundësive që kanë kriju, që kanë qenë më të pastër ndoshta në pjesën e dytë se tonat, kurse tonat siç e përmenda kanë qenë depërtime individuale të Aslanit në dy momentet kur e plason goditjen, më duket që kanë qenë dy. Ajo që shkon në krah krejt edhe kjo janë definitivisht qindshmëri e Fisnik Aslanit me godit nga ato pozicione të cilat kanë qenë realisht shumë të vështira. Bile nëse na kujtohet edhe golin ndaj Suedis. Është i formës së njëjtë, manovrimi në zonës, po është veprim krejtësisht individual. Ka qenë shumë problematike normalisht me shënu gol ndaj një mbrojtje të ngjeshur të Turqisë në atë formë. Mirë, po e vërteta është që kemi qenë shumë ofër, edhe kjo vendosje taktike nga Franco Foda ka vërtetuar që kemi qenë shumë ofër me fitu këtë ndeshje pavarësisht dallimit të madh në kualitet individualisht që kanë lojtarë. Sigurisht, ideja dy trajnerëve në këtë ndeshje është ka qenë e qartë që rastet nuk vinë shumë, duhet shfrytëzohet, ka qenë çështje detaje, u vrejkja edhe prej lojës, nuk dyja kombëtarët kanë qenë shumë të kujdesshëm, sidomos fazën e mbrojtjes. Nuk është që janë liru. Për shembull Kadiollu ne kemi pa që nuk ka luajtur sikur herave tjera me shku shumë i avancuar përpara, po kujdes për mbrojtjen. Ka qenë me detyrë. Kjo është njëra prej atyne principeve të game modelit që ka ndryshuar në këtë ndeshje. Për arsye se lojët e kaluara ka shku më përpara. Lojët e kaluara ka qenë tejet ofanziv, ndaj Kosovës ka qenë. Paramendojmë bashkëpunim me Yıldız që mund me bon atë krah. Pra, pikërisht kombinimet të cilat kishin mujt me pas, u treguan tepër vigjilant në atë pjesë për arsye se ishte ditur që Kosova në tranzicion mundet me dal
shumë shpejt me Fisnik Aslonin edhe me 2-1 mbrapa. Plus më ndihmu nga Vojvoda. Edhe arsyeja kryesore pse nuk ndodhi kjo, ai superioriteti që Ceka i mesfushës që krijohej, zakonisht kur Turqia për shembull ndaj Romanisë luajti me formacion tjetër ose luajti me 4 mbrojtës pro, ndërtonte me 2 edhe i bashkangjitej Hakan Çalhanoğlu. Edhe ndërtimi Se do thotë që kanë shku në treshe. Kanë shku në treshe edhe përmeshtua cilësinë e pasimit të ndërtimit për Mbrapa, bashkoi Hakan Çalhanoğlu edhe ai superioriteti numerik që e kanë kriju në mesfush automatikisht kishëro tek Turqia për arsye se ndoshta duhemi me cek pra këto kualiteti ose pika më e dobët e Turqisë definitivisht ka qenë mbrojtja, nëse i shohim si emra shumë jo edhe kështu e kisha përshtypjen që edhe kur harkonin futbollistat e Kosovës u krije një farë panike mbrojtjen e Turqisë pa siguri. Po se këtu mundi me pas një keq kuptim let për aty në që na ndjekin, jo për shkak të formës se si shkojnë ndeshja ose për formën se si u mbrojtën, për arsye se i kryetën detyrat e tyre perfekt, mirë po individualisht nëse kemi pas bindje se ku mundemi mi godit, ka qenë definitivisht mbrojtja. Edhe loja me top e tyne kalon për shumë për me të dëshiruar në ndeshjet paraprake, edhe Turqia ka qenë shumë e vëmendshme në ndeshjet e kaluara për këtë fakt, edhe për herë në ndërtim të lojës e ka vendosur Hakan Çalhanoğlu mbrapa, që ai me dërgu topin drejt. Edhe me Rumaninë dhe Kosovën sikur Turqia pati edhe fatin me veti. Kemi pas rasti ka pas Rumania është e pabesueshme çka nuk e realizoi. Definitivisht po, e kam po atë ndeshje me qëllim që normalisht me kuptu më shumë prej kundërshtarit tashëm të Kosovës, mirë po ajo çka ka aplikuar në atë ndeshje faktikisht nuk ka qenë prezente në ndeshjen ndaj Kosovës, ka qenë një ndryshim totalisht i Turqisë, një ndeshje e përgatitur enkas për Kosovën. Kështu për me ndal Kosovën një ndeshje e përgatitur, edhe besoj që ai foti në futboll i përsjell pak edhe trimat kështu. Edhe dallimi që ka bu Montella me ato ndryshime u tregu faktikisht shumë i guximshëm për arsye se shumë lehtë një gol i Aslonit siç edhe mundemi me rikujtu. Komplet pasoi nuk kish mbet. Komplet rrjedhën e ndeshjes kish mujt që me ndryshu. Edhe masnjëherë kish me qenë shumë problematike për ta me u këndell, to e mor parasysh këtë reklama që kanë qenë Kosova si vendas në një momentum të jashtëzakonshëm të futbollistëve, kështu një atmosferë fantastike për me arrit kualifikimin. Ndalemi pak te vlerat e futbollistëve? Po flasim vetëm për futbollistët e kombëtarës Kosovës. Nëse ishim dal tek vlerat e futbollistëve është shumë e rëndësishme me potencu faktikisht atë faktin fillestar që përmendëm. Vlera e Turqisë ka qenë bindshëm më e lartë. Kemi për shembull në nënën e Kosovës kemi pas Fisnik Aslonin me vlerën 30 milion euro. Që është vlera më e lartë e futbollistëve? Vlera më e lartë që mundet me bërë një futbollist i Kosovës. Uroj që kjo vlerë me urrit për arsye se në bazë të moshës që ka Asloni është lojtari me potencialin më të madh, pa harru edhe Gallapenin, i si mendoj që vlera e tij në treg është shumë e ulët në krahasim me kualitetet që i posedon. Definitivisht po, edhe kjo. A e ke Gallapenin vlera e Gallapenit është 2.5 milion euro. Shumë e ulët. Është shumë e ulët në krahasim me kualitetet, edhe nëse e marrim parasysh me kohë përballë me Arda Güler, edhe mos me të ikë në asnjë moment të ndeshjes, me qenë as i përafërt performanca jote me performancën e tij, edhe me pas këtë dallim kaq të madh në vlerën treg, tregon që kjo vlerë nuk është fair, po shpresoj që për Gallapeni ka me një ofertë nga një klub më i madh ose në top 5 ligat në botë, që ndryshon pastaj natyrisht ndryshon në ritmin se si ka me vazhdu me ndryshu vlera. Ne kemi top 3-she? Nëse shohim, po flasim prej formacionit startues, e kemi Albian Hajdarin me 11.6 milion euro, pastaj pasojnë lojtarë të tjerë si Zhegrova për shembull, i cili është me një vlerë tepër të lartë në treg, i cila është në ulje fatkeqësisht për shkak të formës në Juventus. Nëse po më kujtohen drejt tash ka qenë kapiteni Amir Rahmoni, mirë po edhe ai bashkë me Muriqin janë tashmë në atë fazën e rënjes të vlerës së tregut për arsye të moshës së cila momentin që kalon moshën 30 vjeçare fillon që
vlera me qenë në trend të rënjes e jo të rritjes, kryesisht për shkak që nuk është më një investim afat gjatë për asnjë klub. Nuk llogaritet si aset. Nuk llogaritet si aset i cili mundet me u rishit nëse e blen futbollist. Se kjo këshir vlera e tregut. Po normalisht, nëse flasim për vlerën e tregut, kjo është logjika se nuk mundet me fol për efikasitetin e atij lojtari. Për shembull, Bayerni e blen Harry Kane para disa sezoneve, po nuk e blen si futbollist që e levërdis në aspektin e vlerës së tregut, po në numrin e golave që i fut në rrjet. Jo rishitje, po mbajtje. Faktikisht është ashtu, domethënë veç me mri efikasitetin sa më të madh. Edhe këto e synojnë krejt me Muricin, po jo për me pas si aset në klub për të ardhmen ose diçka e tillë. Po çështja e efikasitetit. Çështja e efikasitetit para golit, e njëjta vlen edhe për mbrojtësit edhe për mesushor, është e njëjta. Kur flasim për vlerën në treg, nuk flasim domosdoshmërisht për kualitetet e atij futbollisti. Për arsye se është ajo teoria e verës për disa futbollistë që sa më të vjetër bëhen as më të mirë. E njëjta mendoj që vlen edhe për Muricin. Po në kjo nuk shkon përshtatje me vlerën e tregut. Një element shumë i rëndësishëm kur vjen puna te kombëtare është edhe mosha. Po. Ka jemi me moshën edhe kush realisht mund të jetë nga ata që mund të jetë ndoshta edhe tentimi i fundit për një botëror. I kam disa për një botëror besoj janë një numër aty, po ndoshta dikush më ta synojë Evropianin 2028. Mendoj që gjithë lojtarët përveç Valon Berishës mundet me synu Evropianin. Kur jemi te mosha. Po, nëse jemi te mosha, mendoj që Muriqi për shembull 31 vjeç mundet me synu me 33 vjeç. Që është tash na po flasim po mendsojmë për arsye se nuk e dim edhe ndjeshmërinë e tyre fizike, siç po qenë pas disa sezoneve. Ndoshta Muriqi mundet me mbri edhe botrorin e ashëm edhe mos me pas kështu si asnjë problem. Për arsye se nëse shohim futbollin modern, mosha 36 vjeçare, 35 vjeçare faktikisht nuk mundet me qenë edhe shumë problem. Ndërkohë për Vojvodën 31 vjeç gjithashtu mundet me qenë një prej plasmaneve të fundit për botror. Mirë po është e rëndësishme me cek që faza kualifikuese për botror zhvillohet ndoshta një vit e gjysmë më herët. Edhe kur po flasim nëse ata mundet me pas opsion. Mundet me pas opsion definitivisht ata me qenë pjesë e kualifikueseve. Mirë po normalisht jo në atë provimin e tyre futbollistik që shkesh me qenë kualifikimi ose thjesht më shumë vjen në atë fazë ndoshta më shumë vjen në përvojë atyre për të ndihmuar gjeneratat që vijnë. Po më pas pak minuta, po jo që shishojmë tash. Definitivisht po kanë me qenë asetet cilat i nevojiten shumë pra kombëtarës që me kontribuar brenda shkështurës. Po shohim se dhe kemi për shembull atë në Ujon si pjesë e stafit kombëtarës. Ka qenë vazhdimisht një mangësi që Kosova nuk e ka pas atë në Ujon në zhveshtore, edhe në atë kohën kur ftoheje shumë njerëz mendonin që nuk e meriton ftesën. Por ndryshe presidenti i FFK-s e ka përmend rastin kur ka ardhur Vedat Muriqi për herë të parë, edhe te momenti i debutimit thotë që Aden Uhiu ka qenë një prej njerëzve më të rëndësishëm debutimin e Vedat Muriqit me këshilla, me ndihmë, me gjithçka tjetër. Definitivisht po Adrien Uhiu përveç kësaj onës shumë motivus. Përveç kësaj onës që përmendë ka qenë motori i atmosferës që shkundi me dëgju për aktorëve të kombëtarës, edhe mendoj që është diçka shumë e mirë që ta mbush zemrën plot kur e sheh për shembull se si ka arritur që ai lojtori nga një pozicion i lojtarit faktikisht me orë në një pozicion menaxherial edhe me shënu një kampanjë historike me Kosovën. Njëjtë siç sot e kemi edhe Samir Ujkonin, e kemi për shembull edhe Kur'an Kryezion që udhëheq tash me grupin U21, edhe të gjithë këta emra kanë me qenë emra të rëndësishëm që me zhvillimin e tyre në aspektin akademik të futbollit, pra qoftë me kualifikimet për trajner ose mundet me u tregu ose me kontribu brenda Federatës Futbollit Kosovës për zhvillimin e futbollit Kosovës në tjetër aspekt, siç edhe ka ndodhur realisht edhe besoj që ka menduar me gjithë ta futbollistë. Tema Adenu Hiun për shkak ka dalë fantastike. Definitivisht po. Edhe te diskutimi që është bërë për shkak për Valon Berishën pse ftohet, unë nuk kam guxuar më përfshin debat për faktin që i thash vetes një ditë logjikisht ndoshta shtupo diçka
trajneri jashtë fushës që na nuk jemi të e po. Absolutisht. Ndoshta ai mundet me kon motivues i mirë, mundet me kon përkrahas i mirë, mundet me kon këshillues i mirë për futbollistat edhe për atmosferën. I duhet grupi definitivisht Valon Berisha, një lojtarëve të poshtë që ka marrë pjesë, po na e shohim për shembull Adrien Uiun që në momentet e fitores, e natyrisht në ato dëshpërimit, ajo është aty. Del edhe është si një udhëfys për krejt lojtarët. Edhe shohim në momentet e fesës për shembull e udhëheq komplet atmosferën se është zemra e atij ekipi edhe më pëlqen shumë se është kështu. Një element shumë i rëndësishëm mbrimin e pikave me kombëtarën ku ka më kon një farë lloj mini tranzicioni besoj si me ardhen e 3 futbollistëve që i patëm herët Hajdari, Abdullahu edhe Fisi, e përmendi kryetari i federatës. Tha në listë janë dikon 168 futbollistë që janë potencial për mu paraqit me fanellën e kombëtarës Kosovës. Edhe tha ka me pas fytyra të reja. A është momenti? Shpresoj shumë që ka me pas fytyra të reja për arsye se nëse kujtojmë kohën kur Hekuran Kryeziu dhe Erolien Shola, ajo dyshja që e kishim në atë betejën 13 ndeshje që jemi pa humbje, një prej rekordeve shumë të suksesshme. Me Shallandin. Po, definitivisht për kohës kur Hekuran Kryeziu dhe Erolien Shola nuk arrim me u paraqit, na janë kriju shumë çalime në mes fushave. Edhe uroj që e njëjta nuk ka më ndodhur edhe për pozicionin e Muriqit, për Muriqin pra jemi të sigurt që nuk ndodh. Për arsye se ka dy konkurrent shumë të fortë për atë pozicion. Mirë, po nëse flasim pasaj për rondën e Vojvodës, a kemi me arrit me kompenzu mjaft mirë pensionimin e Amir Rahmonit. Besoj që ka lojtar shumë potencial në mesin asoj liste që ka përmend presidenti i Federatës së Futbollit, që mundën me u bë pjesë e këtij grumbullimi, edhe besoj që kemi me arrit me zëvendësum mjaft mirë. Mendoj që edhe rezultatet e fundit kanë me qenë kështu si shtyll për me u bind ata lojtarë në projektin e Kosovës. Një numër i tyre kohë e fundit të dorën zamër e kanë pranuar më lehtë Kosovën se sa që është bërë më herët. Madje nëse edhe kishim arrit për shembull kualifikimin, kishme pas një numër të madh për tyre që edhe ishin vetë ofru kështu për me u bë pjesë. Jam i bindur. Definitivisht po se ka qenë tash Kosova është në një stazh tjetër, e ka ngrit jashtëzakonisht shumë standardin e vet. Edhe uroj që vazhdimisht për secilin vendim që merret e gjëra të tilla me qenë në kuadër të atij standardi, që mos me ul absolutisht kërkesën që rëndon mbi shpinën e këtyre lojtarëve, edhe mbi njerëzit që punojnë, që besoj që ka me qenë kështu e pashmangshme, që me vazhdu edhe me qenë kërkues ndaj vetes vazhdimisht, dhe mos me bind veten si në ato momentet kur veç jemi pajtu faktikisht që ky është kualiteti jonë edhe nuk mundemi për ma thipër. Ka kalu koha pjesëmarrjes, tash jemi të vendosur standard tjetër, jemi një hap. Mu çka ka bëu përshtypje, për shembull është fakti nëse e bëjmë krahasimin prej pranimit kur kemi nisë me bë gara për kualifikime, nuk i kemi bë hapat më rapa. Gjithmonë jemi konë në rrugë drejtë dhe tash kemi arrit deri në finale për kualifikim. Ardhur rradha e kualifikimit tash. Nëse përmendim për shembull kështu krejt komplet si rrugtim, fillimisht atëherë kemi motuar Europianin. Po. Cilin nuk e kemi arrit në një formë më të dhimbshme, mendoj se kjo ndeshje ndaj Turqisë. Po. Për arsye se ajo ndeshje ka qenë një ndeshje në cilën kemi qenë favorit direkt. Edhe përqindja ka qenë shumë e lartë. Nëse ishte shumë e qartë që nëse e kaluajmë Maqedoninë e Veriut, shkanim ndaj Gjeorgjisë, nëse nuk gaboj, ka qenë ndeshje Gjeorgjive së Bielorusi. Po. Me fituesin e asaj ndeshje ishim të bindur që jemi favorit edhe në atë ndeshje. Pandemia, rrethonat e asaj ndeshje, mendoj që ajo ka qenë shumë më e dhimbshme se sa humbja ndaj Turqisë, në cilën në këtë ndeshje nuk kemi qenë favorit. Nëse jemi të sinqert me veten kështu, edhe ajo ndeshje duhet me na dhimbë, alo më shumë se kjo ndeshje ndaj Turqisë. Na vjen tash Evropiani. Atje nuk kemi me humb. E besoj që me këtë formë, po të kishim treguar këtë formë në kualifikimet, ose nëse tregojmë këtë formë në kualifikimet për Evropian, kualifikohemi direkt pas ndryshim. Faleminderit shumë për kohën, është gjithmonë kënaqësi me bashkëbisedu. Ishte kënaqësi edhe për mua, faleminderit shumë për ftesën.